Apo hapet rrugë për një krizë të re politike në vend, pasi kryetari i LSDM-s Venko Filipçi kërcënoi se do të tërhiqet nga pjesëmarrja në grupin e punës për kodin zgjedhor nëse shfuqizohet qeveria e përgjinës, duke paralajmëruar edhe hapa tjerë politik. Por kryeministri Mickoski nuk i dha peshë këtij ultimatumi dhe tha se grupi i punës do të funksionojë edhe pa LSDM-n, duke nxehur edhe më shumë skenën politike, gjë që hap mundësi për pasoja në prag të reformave zgjedhore. Shfuqizimi i qeverisë teknike është rrezik serioz për procesin demokratik dhe çon drejt manipulimit zgjedhor, vlerësoi Filipçi. Вистинското прашање, зошто ова власт инсистира да се укине пржинската влада? Тоа е вистинското прашање. Зошто ако тоа е гарант за фери демократски избори? Зашто им сметаат опозицијски представници во власта за време на спроведувањето на изборите? Тоа е вистинското прашање. Одговорот однапред го знаеме, затоа што сакаат да направат изборен фалсификат. Тоа сакаат да направат. Целосна контрола на системот. Nga VMRO-DPM-ne akuzojnë se LSDM dhe Filipçi vazhdimisht kundërshtojnë gjithçka që është reformë e qeverisë dhe me këtë nuk bëjnë asgjë për të mirën e vendit. Филипче ретерираше од ставот, поточно заканите што ги кажа пратеникот Митко Тречулевски дека ќе излегле од собрание ако се укинела техничката влада. Ретирирањето е можеби една работа за која можеме да кажеме дека е добра, затоа што СДС се враќа на изворната идеја за укинување на техничката влада. Но има еден јасен факт, а тоа е дека Филипче и СДС никако да се придвижат во насока да направат нешто добро за Македонија. Analistët politik Petar Arsovski dhe Vladimir Bozhinovski në emisionin Klik Plus në televizionin 21 vlerësuan se nevoja për qeveri teknike tashmë është i kaluar dhe se ka ardhur momenti që ajo të hiqet, me vërejtjen se duhet të ruhen mekanizma për parandalimin e abuzimeve eventuale zgjedhore. Ndryshimet e propozuara në ligjin për qeverinë me të cilën parashikohet heqja e qeverisë së përgjinës e kaluar filtrin e komisionit dhe pritet të gjatë kësaj jave të gjenden para deputetëve për miratim.